Tepër bukur. Po dhe një tatokim. Gati doja ta merja edhe unë një valle. Gëzuar. Unë do gëzuar edhe ju miq që po na përcjellni. Jo vetëm na shikoni, më dhe një gotë verë përpara dhe shoqëroni bisedën tonë. Dhe duke sikur jemi të gjithë bashkë në një tryezë. E ke vënë re që Shkodran kudo që të shkojnë i din të gjitha vallet. Çoj dhe në Sarandë, Shkodranin e di pogonishten. Sille nga Saranda në Shkodër, vetëm pret aty si tavolina kur të vendoset pogonishtja. Se po kërcenoj valle Tropoje, ose në valle Kuksit. Po të gjitha i dimi, të gjitha, me të gjithë hapat. Ne jemi të paparë. Fantastik, shumë bukur. Por, përveç muzikës, atmosferës, dritave shumë bukura. Po, dhe në 2 të natës aty, po, ti e ke halli se shbëm në mbas 2 të natës. Po. Gjumbëm. Po, s'kishi shumë bukur. Gjumbëm, po, tjetëm, gjitha e lodhje, po, kishim gjithë ditën që u thonim, për të shkuar dhe në Korçë është 5-6 orë. Largë është Korça. Shëtitje pa fund, pastaj edhe të kërcyerit në darkë, kështu që në orën 2 nani gjumë. Bukur. Po të nesërmen. Cili ishte aktiviteti për të nesërmen? Tani, agjensit kanë pija të tyre të shumta, por unë preferova që t'jem tek pazari vjetër. Edhe bëra mi që zgjodha pazarin e vjetër, sepse në sa herë që shkojmë te pazari vjetër, rrim vetëm aty te sheshi, lexojmë aty lokalin Kooperativa. Po. Ishte edhe një emër shumë interesant. Komiteti. Po. Apo shembe verë, ja, kjo më pëlqeu jashtëzakonisht edhe më bë tepër e bukur, po bëhet qefi edhe mua. E pa sheshin, po thash ta provoj dhe një herë futem te ato rrugica se nganjëherë ngulemi aty me një katër, një orë gjys, po shikoje o vizitor që po më ndjek tani përmes emisionit Tatokim. Shikoje Korçën, futu pak në rrugica, edhe po të duken të heshtura, nuk janë aq të heshtura se do të takosh një njerëz shumë të veçantë. Edhe unë kështu si Rushja, ec. Të mbeti këpuca diku? Po, më mbeti. Te një furrë buke. Nuk e di, e ke provuar ndonjë bukë me qiqër që ka Korça? Jo, asnjëherë. Është fantastike. Ka një shije shumë të veçantë. Tani është edhe dark. Po, pra. Se përmend gjitha këto. Po, është fantastike. Ti shkon atje gjen një furrë 120 vjeçare. Nga 120 mu duk sikur shkëputa nga realiteti, u futa diku tjetër, ai kapaku i furrës, ai ambienti, ai zotëria. Vazhdonte të ishte edhe me modalitetet e vjetra? Po, çdo gjë e vjetër, bukut këtu së stivosura, zotëria këtu te cepi. Nuk është se e kishte shumë qef kamrën, më parë donte të më përcillte se sa të më priste, po ke parasysh ne jemi nga kështu si morri vogël, e kupton? Aty, nuk dorëzohemi. Aty, edhe unë ja se s'po e kuptoj që të marr intervistën, i kërkova recetën, kur më tha 100 vjet të rishti këtu nuk e mëson dot recetën. Kaq e vështirë ishte buka me qiqër. Po kaq e vështirë buka me qiqër? Po më jash unë ja lash mbar atij zotërisë sepse historia e tij ishte shumë e veçantë dhe mua më pëlqejnë këta që nuk dorëzohen, pavarësisht vështirësive të punës. Pavarësisht fitesës të vogël, nuk po më pyet sa bënte një bukë me qiqër? E kam fjalën për teleshikuesit. 150 lekë të reja. 150 lekë. Ta them të vjetra? 1500 lekë të vjetra. Po, është bukë me qiqër? 120 vite? Po me se s'kishte kokrën qiqër brenda, unë me zore dallova, domethënë kur e hongra, kishte një shije shumë të mirë, po dakord. Po nuk kishte qiqër brenda. Nuk i kishte qiqera brenda. Po ti s'ma tregova recetën. Po se ma tregoj mua ai? Asa i s'ma tregoj, më tha 100 vjet. Unë të rri aty 100 vjet për të mësuar një recetë? Jo, kemi emisionin e. Pra. Le të ndjekim insertin e bërë në Korçë. Shke fura, më faqe po të filmoj. 120 vjetë, si në kod vjetra, a? Okej, po kush e ka ndërtuar? Nga kemi të zonjë. Shkodër. Ja ta din shkodranët për furrën. Kush e ka ndërtuar furrën? Unë nuk e di, po që ka që vazhdo në aktivitet ka 120 vjetë. Do të thëmë ti gjithë jetën ke bërë këtë profesion? Është brezi 4 këtë që vazhdo këtë. Në familjen tuaj? Po, 3 breza unë jam i 4. Po, ma fillo emrat pakcen e atyre që e ka nisur. Vasil, Anesti, Duka. Anesti,
Duka. Po. Ilia, duka. Po. Dona? Pas teje, ja ke lëmë dikujt trashëgimi apo Ka jo? me një të punon nga të gjara. Ashtu, ë? Po Arona. ka diçka tradicionale, për shumë ku dallon ti nga furrat e tjera? Ja, kjo të malli veç. Aha, qa bën ti? Qa gatuan? Kjo që bëhet këtu nuk bëhet as dikundi. Se qarë bëhet këtu? Buka me qiqe që ka të rejtë që bëhet këtu. E kupton, si gatuhet një bukë me qiqër? Atë të rejtë me mua di vitë të tërë se më së ndoshtë. Ashtu, ë? Se duhet ta shikoj unë që ta A, di vitë të gatuash. tërë të ishte që në së më ndoshtë. Se mëse? Qa sekreti ka? Qa sekreti? ha? Ka shumë gjalla, ka shumë arsye. Qiqërën ku e siguron? Unë e ma në qatë nga polena. Nga polena, e bluan dhe pastaj e bën bukën. Me radhë. Respekt edhe ka lofë mirë. Faleminderit shumë. Kalofshi Gëzuar. mirë, faleminderit Një mirë. vit i mbar për ju. Vini.